Sot Rama tha dy qone të tjera që po më shkatrojnë mu. Ky njeri s'ka pikturpi, ky njeri, unë nuk e kuptoj. Një tha që arsyeja që bota po i boje hon kësaj protestës së lelekave, është thaj se është përfshi Donald Trump këtu, por Donald Trump nuk ka qenë president kur ne fillum negociatët me Kushnerin, dhëndrin e vet dhe Ivanka Trump. Edhe tjetër tha, ky tha është biznes privat. E tjetër tha, ky është biznes $4 miliard. Ku ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri? Si ta shkatrojnë këta? Nuk ka poshtërsi dhe konflikte më të mëdhaja në fjalën e tij. Çdo gjë që e nxjerr nga goja është ignorancë, kurse këto pallavorgjit, thashë themëgjit e medjes, pastaj bërtasin në një kohë tjetër, po na shmorin turistët. Çdo gjë e bastërtume, e keq interpretume, edhe del pastaj i legeni tjetër, ta ulan balla, nuk ishin 5.000, ishin 2.000, nuk ishin 2.000, ishin 1.000, edhe një tjetër, mor qenë e birë qeni, është problemador. Pse nuk flisni për problemin e vetëm dhe kryesor, korrupsionin, xhvatjen e pronave, vjedhjen e pronave, shitjen e pronave në qose qekin prona private, për zvërnecin. Ku është pronari privat, i ligjshëm dhe i pakonstatueshëm që ka hodh firmën, çfarë don shteti këtu? Vëllezër e motra, këto po bëjnë pesëlliqe nga më të poshtrat. Një ditë thonë janë grekët, ditën tjetër del ky Gallofi, ky Elbasanci ignorant, janë serbët, më thirr sa makina, se u vërtetu që makina është serbe, thjesht se tha ky është serbe, edhe ca gazetarë të Reuters janë serb. Pastaj sa thonë janë të paguamit të Sorosit. Tjetër pastaj se vjen flamujt Izraelit me provokim që s'mundet një qeveri të bëjë pesëlliqe të tilla. Kanë vu flamur Izraelit në për Tiranë, ku do të kaloj protesta, me provoku protestuesit që të heqen, edhe dalit thot, shiko, këta janë kundër Izraelit, janë të Iranit. Çfarë nuk po thot ky krysh kurve? Çfarë nuk po thot? Atëherë ti morim dal nga dal vëllezër motra që të kuptoni pse protesta duhet vazhdoj, të mos ndalet, të rritet, e të suportohet, siç po suportohet nga unë ditë natë. Kaq ka mundësi të bëjë në Amerikë. Çdo kush ka mundësi të bëjë diçka e të kontribuojë. Një polic të hedhi xhaketën atje se nuk po mbron shtetin, por po mbron mafjan, po mbron korrupsionin. Një polic dal nga radhët e të bashkohet popullit, një vjeshtator të shkruaj për popullin edhe jo për halexhit e kriminalët. Por vëllezër e motra, ti morim një nga një. Në radhë të parë, a i thot që është pronë private. Edhe, në qoftë se është pronë private, kush është privati? Emri i personit privat, që ka dalë pronari ligjshëm i tokëve në Zvërnec, edhe ka hodh firmën me Kushnerin. Kontrata në qoftë është tokë private, e ka ose pronarin e tokës private, ose pronaret e tokës private, e kontrata që ka firmos Kushner. Kush privat e ka hedh tokën, edhe si u bë private e saj toke, edhe kur u zgjodhen problemet që çeken shit. Një. Kjo nuk është vetëm për Zvërnecin 2, është për gjithë tokat, me probleme që janë vjedh, janë manipulu, edhe janë shit. Pra ç'lidhje ka Pelikani këtu dhe i Leleku? 2 vëllezër e motra, të dëgjoni me kujdes. Në qoftë se çeka tokë private,
edhe që ka biznes privat. Kush I dha leje këtij privati që të rrethoj tokën pas të kujt kontrate? Kush I dha leje kësaj policie që të vej hekra rreth ato tela me gjema në cilën tokë me cilin urdhër? Vëllezër e motra, në qoftë se që ka projekt 20 milion, që lidhje ka se sa ngrekullë një person, në qoftë se 20 milion apo 100 milion sa kolon projekti, nuk I paguhen në Shqipërisë, por I kushton ndërtimi e tij. Ç'lidhje ka sa kushton ndërtimi e tij, në qoftë se ajo nuk është pare që është zonë, për shembull, është tjetër gjë, që sa ishte 4 miliard dollar. Në qoftë se janë dhënë 4 miliard dollar shtetit shqiptar, edhe nuk I ka dhjetë Rama, por ushtu në këto fondet që janë të transparente dhe shihen në cilën bankë shqiptare kanë shku, edhe është plani I qartë çfarë do të ndërtohen, cilët spitale në Lushnjë janë firë ku s'kan, më falni për shprehen, se me hidhen këta që flasin me fjalë, po flet sa mjo me fjalë pasë, po s'kan ku të dhjesin, e bën shurën gratë, e motrat, e nonët e juaj që shkojnë në spitalet e Lushnjës se firë se s'kan spital, s'ka banjo. Po e zemë cilat me këto 4 miliard dollar që ka morë shteti që s'ka morë. Këto po talën me ju. Po talën me ju se sa do kushtojnë ndërtesa që s'do t'ju lojnë juve më me pa aty. Ore ju keni pa që edhe të gjithë këto hotele, luksoze gjoja që janë po në Bregdetin tonë kryesisht në jug, këto përveç se kanë pengu shqiptarët që s'kan 2 lekë në xhep, të bëjnë plazh në tokët e tyre, në tokën publike të tyre, nuk e kanë më tyren, nuk mundën se s'mund përballojnë ata shqiptarë që janë atje, po varfërohen çdo ditë më shumë, nuk shkojnë dot një ditë në plazh, von sakë vetmi. Në Manës nuk kanë mundësi të shkojnë as në plazhin aty në gjirin e Lalcit, vinë vetëm këto të pasurit, vinë të hujt, edhe asgjë shqiptarët nuk përfitojnë përveç se edhe aty ku ka heci fëmijë, nuk vinë e nuk e lejnë të hecin pastaj këto maskare. Shqiptarët nuk po përfitojnë në asgjë përveç se mushin xhepet më shumë të këtyre kriminaleve të 2 partive. Pra vëllezër e motra, mos u gënjeni nga shumë marrëmendse që më bëj projekti I ti jo që merr shteti. Këto as ne nuk e dim nëse sa lek ka morë shteti sot, se si mund të morë shteti lek nga prona private, se ky kundërshton vetveten. Se thot nga njëra anë nuk është shteti në zvërnec, është private dhe s'kemi ne asgjë se ç'bën private, nuk dim asgjë. Atëherë ku ditë se pare ka marrë privati, cili privatit I kanë marrë, se I kanë marrë Edi Rama, se janë këto që kanë vu mrapa skene si pronar toke. Ka pisliqe këtu, vëllezër e motra. Ne nuk do morim asnjë lek. Lekët I kanë marrë me kohë. Edi Rama, këto se s'po thom shkërdhatët, se dalin këtë, shau shkërdhatën, e shau Edin. I kanë marrë këto kriminale, ata që ishin për të marrë, I kanë fut në xhepin e tyre. I kanë në për llogaritë e tyre qoftë, edhe të mos jetë pare, po thjesht për të rregullu marrëdhëniet me botën që po më ngrejt populli, ose po që është gati të fitoj Berisha, të më mbroni mund. Kaq mund të ketë shit karrikën dhe kaq që shesin ato. Jam I sigurt që kanë marrë parat e dinjos, të paguhet sa. Ne nuk e di me cilën e ka hodh firmën, Kushneri me cilën privat. Se s'mund tjetë. Edhe thot që është tokë shteti, ashtu tokë private dhe edhe pasaj kontratën të ketë bërë shteti. Pastaj thot, çfarë projekti doni ju? Ne s'kemi projekt që të prishim, ne s'kemi kontratë. Atëherë po të mos ketë, ku doli buldozeri? Kush edhe lejen këtyre të rrethojnë toka dhe të marrin buldozerat? Gjithë I kemi pa buldozerat në përron, duke ka doli kush edhe urdhër për kur s'pas ka plan ndërtimi? Kush e mori planin e ndërtimit? Vëllezër e motra, këto janë
po shtërsitë më të mëdha që ekzistojnë. Duhet ngrihen kom që nuk është luftë kundër pelikanëve, por në këtë përfshihen edhe pelikanët dhe lufta mjedisit. Lufta është kundër vjedhjes tokave, kundër korrupsionit, kundër manipulimi të pishe çka janë këto, edhe si mundet, në qoftë mundet flasim për 40 miliard, 4 miliard dollar, apo euro, kur ne nuk i kemi pa. Neve nuk na intereson sa do bëj çimenti atyre, sa do t'i kushtojë ti më ndërtu. Neve na intereson çfarë ka marrë shteti shqiptar ose në Zvërnec pronarët e tokëve, sa nga 4 miliard dollar kanë marrë familjarët e Zvërnecit që kanë shit tokën, ose u kanë marrë tokën, por që pas kanë shit, nëse kanë shit Kushnerit. E dyta, në qoftë se shteti ka fut hundet këtu, këta gjykatët Miranës, se ne duhet i shkotrojmë edhe gjykatët, se gjykatët kanë qenë shërbim të Berishës, edhe në shërbim të Ramës, edhe çdo gjë që ata kanë bë, gjoja kanë ligjërisht, po ligjërisht e ka bë ligjin vet, ai si tha, vetë ka diu vet vulën, nuk e di ata shprehjet se i kam harruar tash. Por i kanë bë vet, nuk e besohet këtyre. Por sa e thjesht dhe ndërlikume është kjo, du të di sa nga 4 miliard dollar kanë marrë fshatarët e Zvërnecit në këtë rast, sa është gjithë Shqipëria kështu. Por ajo që është më rëndësishme që ju du të keni kujdes, e të dini të rënjosen mendje, është se ka një gjë tjetër këtu që duhet hetu. Për shembull, abuzimi me shtetin i shtetit me pronën. Kur ndodh abuzimi i shtetit me pronën? Po të dini ju, aksionet e bursat çka quhen. Në qoftë se unë jam senator e zemë në Amerikë, ose kongresmen, ose në Shtëpinë e Bardhë, edhe unë bëj një kontrat të fshet me Elon Musk, dëgjojeni me kujdes. Edhe nga sot e tutje, gjitha makinërit që blen fjallavje, punonësit e administratës në Amerikë, qofshin këta autobuset e shkollëve, qofshin çdo gjë, nëse unë bëj një kontratë të fshet me Elon Musk dhe them gjitha mjetet e komunikacionit thon kësaj, të transportit publik, ne do t'i blejmë nga ti, bëj një kontratë fshet. Edhe ndoshta them që gjitha telefonatët e gjithë punonësve të administratës, unë do t'i marr nga ti, se do fut dhe shti një app aty që e përdorim vetëm ne, edhe do t'i dydërojnë të të blej krejt iPhone-ët, pra është një investim i madh po i fshet. Edhe unë të shti, si president apo si senator, blej aksione, para se ta bëj publik, blej aksione në kompaninë e këtij të Elon Musk, because kam po një kontratë fshet, po abuzoj me qeverinë, po abuzoj me detyrën, po abuzoj me pushtetin, do t'i jap një kontratë fshetun këtij të Elon Musk, nga sot e tuti do të dëroj shtetin, do blej vetëm nga ti gjithë makinërit, do të dëroj gjithë punonësit e shtetit, do blejnë nga ti krejt telefonat, kompjuterët, do të dëroj bilet, blejnë edhe makinat nga ti, për arsye se do të vejmë një çip aty në makinë ku të ketë kompjuterin që ti s'ke nevojë të shtypësh, po flet me kompjuterin dhe kompjuteri flet me ty dhe bën punën kur hec rrugës, pra i gjej mënyrat. Edhe çfarë bëjon tash? Unë e di që do rriten bursët, do shkojnë në stratosferë me herë sa kjo të publikohet. Para se të publikohet, unë blej aksionet ke Elon Musk. Pra përdor këtë kontaktin që kam nëpërmjet detyres, nëpërmjet shtetit, nëpërmjet lidhjeve, edhe e bëj kontratën e shtetit, edhe të nesmen kur deklarohet bëhem miliarder, këta shkojnë burg. Pse po ja thamën juve këta? Që në qoftë se shteti ka caktuar një pronar që ne nuk e dim, edhe ky pronar për para i ka ble tokët e Zvërnesit me $2, se i bëjnë të pisliqe, i ka ble sa me $20,000, se e ka ditë se kanë planin e fshet që do ja shesin
këtij të çka quhet Kushnerit me $100,000, ky lloj përfitimi është kriminal, është korrupsion dhe është i dënueshëm se kanë shfrytzuar atë që kanë ditë që se kanë deklaruar përpara këtyre. Kështu që këtu ka një korrupsion të madh që nuk i besojmë dot. As gjykatave, as pakut nuk i besojnë. Ndaj duhet një përmbysje e madhe. Ndaj duhet sa është një kriminallik i madh. Ky maskara po mundohet ta kthejë dhe lakeci shkojnë mrapa këtij. Na dëmtoi turizmin. Le të dëmtoj turizmin nëse turizmi nuk po i shërben shqiptarëve, por vetëm atyre maskareve që kanë marrë tokat e pronët tona me dallavere e me kontrabande, me manipulime pronësh dhe janë bërë pronar. Sa i fshatari imi në Manxës, Çimi Kushoririm, ai pa buke dhe pa shtëpi ka qenë para turizmit, mas turizmit edhe gjatë turizmit dhe së më shkon mendja për turizmin e juj. Ka të kurvave. Prandaj vëllezër e motra, mos e ndalni, por unë do t'i bëj thirrje. Do t'i bëj thirrje protestuesve që mos pranojnë kur flamujt e ngjyrat e asnjë partie, por t'i pranojnë gjithë në qoftë se vinë. Edhe njerëz të Partisë Socialiste, edhe thonë jemi Partia Socialiste, t'i shporim këto dy kriminal, se kanë qenë simpatizant edhe demokratës, por një parti të vinë për shembull të Partisë Demokrate aty, edhe të ngrejnë flamurin, kjo do të sjellë përçarjen, kjo do të bëjë partjake, sepse dalim ne që jemi për Berishën, e të shporim Ramën e jemi kundër këtyre dy haleve, edhe kundër mjeranëve, që u shkojnë mrapa këtyre dy partive. Unë jam kundër gjithë partive që kemi pas sot, por ndoshta kjo shkon shumë mos kemi asnjë lloj partie. Në qoftë se të gjithë partitë vinë në protestë për të shpor këtë qeveri dhe këtë establishment, pra këtë lloj duhet, kjo kërkon një qelizëm. Kjo kërkon një revolucion, sepse bota e njeh gabim që ne kemi një sistem demokratik që mund zgjidhet me votën e lirë. Nuk ka sistem demokratik në vendin tonë. Edhe në qoftë se i lejmë këto dy pisligje që janë kom, Berishën edhe Ramën, të votojnë hap të së lirë. Njoni për këtyre do të fitoj, po ne s'jemi as me njonin e as me tjetrin. Kurse këto që vinë me flamuj partije, do t'i lutem, ju lutem, mos dëmtoni lëvizjen popullore, mos e dëmtoni këtë protest, mos ejani. Në qoftë se vini me flamurin e Partisë Demokratike sa ka, që ngreni parulla kundër Berishës, kriminalit, hajdutit, unë nuk kam ndaj problem. Por në qoftë se vini me flamurin demokratik dhe përdorni protestën popullore, për me thonë Rama hik me ato pisliqë dhe ju lutem mos shkoni atje. Mos na flisni e këtë, edhe mos na ktheni këtë protestë si protestë e Partisë Demokratike. Ju lutem mos, se këta dun një përgjigje shumë të hashpër, por ku ta gjente Rama? Se këta bëjnë pastaj. Këta nuk po bëjnë tjetër. Kjo rinia demokratike që del aty nuk po del me ndihmu Partinë Demokratike, po del me ndihmu Ramën, po del me ndihmu Berishën, për arsye se kërkon përleshjen, të kthej këtë përleshje me njëri tjetrin. Do të kënaqesh, Rama, me përleshjen tonë dhe këta janë të poshtër. Populli im mos e lejoni këto maskare, këta liliput, në qoftë se vinë me flamuj të një partije po një tjetra. Por ju lutem, unë kaq ka mundësi të protestoj çdo ditë këtu, në supportin e juj, ju atje në Tiranë, ju atje në Shkodër, ju në Washington DC, ju në New York, ju në Londër, ju në Bruxelles, protestoni çdo ditë. Jo të gjithë kanë mundësi të vinë çdo ditë. Një ditë do të ketë më pak, një ditë do të ketë shumë më shumë, por protestoni çdo ditë, sikur edhe një person. Protestoni në botë, t'ja heqim legalitetin këtyre maskarenjve, legalitetin kam dhaf ligjshmërinë, edhe në Shqipëri e kudo. Protestoni gjithë një ma fuqishëm, unë s'kam qenë e herë më krenar, kjo rini që po rritet më ka kthy komplet bindjen se ne morëm fund, se ne bëm dele, se ne vëna shkelin me kom, por për kundërzi,
Ju po më tregoni mu, sepse ne kena mund me jetu ati ku jemi, për ajsa s'ka jetu askush tjetër në botë në vendin e vetë. Pikrisht, sa thellë në koskën tonë është palca jonë, kur çdo shqiptar i vërtet në këtë botë është mret dhe s'ka burnone që më poshtë. Ndoshta do ketë momente ku do të na gjënjësojnë dhe do të na poshtojnë se jemi të mëdhej e durojmë shumë. Se kemi një lloj genit çuditshëm në veten tonë që se ka askush në botë që dikush një nder të vogël na pont na shkel gjithë jetën me këmbë dhe durojmë. Por ama kur vjen thika në palc, hej, ju maskare, ju kriminal, ju të korruptuar, ju të radhar, ju se keni pa akoma se që fuqi ka ky popull që po demonstrojnë tash në për protestet tona. Do dhe shporim, ato uroj të ikin me paqe, po sa më shumë të zgjasin, do të lehtësojnë, do të na lehtësojnë neve, ato që t'ju çajmë bargun e t'i heqim zvarr. Por ushtri e polici shqiptare, ju njerëz hallëxhi, që keni punën për shqy familjen tuj, ju dë boni detyrën, por kur mos ngrini dorë mbi njerëzit e pafajshëm që kërkojnë një Shqipëri të pastër, që kërkojnë një Shqipëri të fortë, ku nuk do të thotë që Shqipëria është e fortë dhe bukur kur të vinë tjerët nga gjithë bota. Mos na japin neve asnjë pare, mos na japin neve asnjë përfitim, por të na marrin tokat tona, të shfrytëzojnë çdo gjë tonën, të na pengojnë neve, të na lënë neve as mos dalim me stesim në përbrek detit tonë se vjen shazllonët e tyre dhe të gjithë parat të çënë për bankët e veta ku s'paguajnë as edhe një gjysmë leku. Unë nuk e di ç'do të thotë investim strategjik që përdorin këta. Por investimi strategjik me sa kam kuptuar në qoftë se është ky që përdorin këta, do thotë kjo, shqiptarët e mi, pushtetarët, qeveritarët e dy partive marrin para në xhep, frynë llogaritë dhe bankat e tyre, ku tokat tona u jepen falës çdo lloj soje sarallope në përbot, ku asnjë lek nuk merr Shqipëria se që keken bizni as si taksa, se përfitimi shkon jashtë shtetit. Në qoftë se është ky biznim si strategjik, sapo do dëgjoni këtë fjalë, është virusi i kancerit që po hyn gjakën damar. Mos pranoni kur dhe tjetë gjoja më alarmante. Ne kemi një luftë madhe përpara, po me ju të rinjt, unë që jeni ngrisët në këmbë dhe shpresoj çdo ditë më shumë të bashkohen, edhe të moshës sime që kemi qenë gjytrym, edhe unë besoj që ne do të shranjosim këtë lloj sistemi. Ne duam një qeveri që duhet jetë në pushtetje, por një muaj, 2-3 muaj që të lejmë këto maskaret kthehen prapë të votojnë vetëm nëse është e mundshme që këto dy parti në fillim të paguajnë hesapet. Duhet një qeveri ku në krye të vendit duhet vinë njerëz të ndershëm fillimisht që duan të dheun. Duhet vinë njerëz që nuk janë kalamar sa ëndrri dhe se kemi provu. Ju boni mirë që boni ndryshimin, ju mund punoni në administratë kudo, por ato që drejtojnë vendin, të jenë vendet kyçe, një nuk duhet të jenë nga dy partit, e dyta nuk duhet të jenë nga këto maskaret, larët që kalojnë sa një parti në tjetër në dallaverexhit, po njerëzit të ndershëm që kanë treguar gjatë gjithë kësaj kohe, që duan të dheun, që janë bipartit. Natyrisht partia do të jetë, po këto dy parti që kemi pas në pushtet nuk kanë qenë parti që kanë ardhur nga populli, këto janë parti që kanë ardhur nga partia që na qeverisin neve. Është tjetër gjë po të vi nga populli e zemë ne zgjellim atë çka kishte ky Marit Memon apo Kocaqin të kemi në pushtet, edhe pastaj duhet zgjasi shumë për arsye se është një luftë e madhe për të shkatruar gjykatat që i kanë shërby për kaq vite që kur është përmis komunistëmi këtyre dy klaneve të hajdutëve që i kemi quajtur
parti këto mafjet, është punë e madhe për rikthimin e çdo lloj prone të dyshueshme. Nuk më hyn punë mu certifikatat që kanë marrë në bo pronar, të lishëm kur pronarët e lishëm të vërtet që s'kan lidhje me qeveritarët nuk bëhen pronar kur. Pra është një punë e madhe dhe duhet jo 2 muaj, 3 muaj, edhe duhet të lidhen këta. Më njëherë të kërkojnë ndihmë qeveria, ndihmë administrative nga bota, po edhe nga qeveria e Kosovës, se do të jenë pa eksperiencë qeveritare. Duhet kërkojmë ndihmën në perëndim, por në qoftë se kemi miq edhe në lindje, pse jo si të ndërtojmë shtetin, si të funksionojë shteti. Duhet marrim njerëz të pastër, djemtë e vajzët e tona, që kanë studiu dhe janë eduku kryesisht në perëndim, pra kudo qofshin, kur thënë perëndim jashtë kufive tanë, edhe në Greqi qoftë, por që janë abdedashës dhe kanë marrë eksperiencë përvoja kudo, ta bëjmë Shqipërinë të pastër, edhe pastaj mos i të kemi heq qafe këto kriminal. Kryesisht mu nuk kënaq ta marrim Edi Ramën zvar, ta marrim Sali Berishën zvar, edhe t'ju heqim kokën si Ceaușescut, apo si çka quhet ky Mussolinit, apo si Kadafit, por çka quhen sojë Sarallopi familjes së tyre të kësaj pronat që i kanë vjedh shtetit. Kjo mu nuk do të më kënaqte. Ne nuk jemi njerëz të tillë që kënaqemi se vramë shkatru njëri. Ne duhet marrim çdo lloj prane, të sekuestrojmë çdo lloj prane. Në qoftë se Sali Berisha apo goca e Sali Berishës është pronare gjithë tokave kryesore në fushën e Durrësit, ka i bleu si u bleu me rrogën e Berishës si president. Duhet t'ja marrim çdo lloj e t'ja kthejmë shtetit, çdo lloj pronari të madh të vogël që kanë marrë pronat e tona. Edhe këta, ju do të boni se ju po boni një protest të pastër, kundër vjedhjes, kundër korrupsionit, kundër shitjes së çdo gjë tonës, edhe Sazanit, ku mirë e zem që zvërnesin e pas kanë shit ca pronar hije që nuk e dim fantazëm që kanë kriju këta, që duhet i gjej spaku për kujt i besojmë ne. Nuk i besohet askujt nga këto. Po Sazani që ka pronë e shtetit, pse se përmen ka këtë ashti? Vlezër e motra, ose ndalni protestën. Vlezër e motra, kur bohemi bashk, e kur kemi një qëllim të pastër, ne s'ka forës të ndalë, s'na kanë pa akoma fuqinë tonë. Nuk thash t'i falim Sali Berishën dhe Edi Ramën, por thash që mos të kënaqemi thjesht ose i heqim ata nga qeveria, ku ata mund t'ikin të kënaq në qoftë se kanë siguru një herë për gjithmonë ato që kanë vjedh. Kur them këta, përfshihen edhe halabaket e tjerë të tipit Monika e Ilir si ka që ka qenë president ky klyshi tjetër që e morën zvarr edhe që e fusin me qeli që janë shkelje të drejtave të njeriut, edhe pse ai mund të jetë kriminal, por ne nuk do të falim asnjë nga këta. Kushto që ka 1 orë, 1 minutë, kudo që të jetë, t'i bashkohet protestës. Në qoftë se s'ka mundësi, një shishe ujë çon protestuesit atje, një hamburger apo një slice pizza, kudo që të jetë, ndihma mund të jetë e çdo një fjalë të mirë për protestën nëpër ato faqet e Facebookut e çka keni ju, TikTok ku jeni ju. I madh i vogël duhet të jetë sot në mbështetje të protestëve dhe protestues kudo në Shqipëri, kudo në botë, Sami Gjoka, ju përshëndet.